Sëmundjet gjenetike tek foshnjat tashmë mund zbulohen në fazë shumë të hershme, falë skeningut metabolik neonatal, i cili për herë të parë do të realizohet në klinikën e neonatologjisë në QKUK. Kjo po konsiderohet si arritje më e madhe në mjekësinë preventive. Sëmundjeve të cilat do thotë në qysh në moment të lindjes nuk detektohen, por detektohen në fazat caktuar të jetës, dhe me testimin që ne do të realizojmë, ne do të diagnostifikojmë ose do të bëjmë të mundshme detektimin e këtyre fëmijëve të cilët do të kenë predispozita në një kohë të caktuar që të manifestojnë këtë sëmundje. Fillimisht, ky skening do të aplikohet për 5 sëmundje. Fillimisht do të startoj me 5 sëmundje. Kemi fenilketonurin, galaktozemin, fibrozën cistike, hipotiroidizmin kongjenital dhe atrofin spinale muskular. Megjithatë, sfidë për klinikën, sipas neonatologut Luan Morina, mbetet trajtimi i foshnjave të lindura para kohe. Momentalisht në klinikën e neonatologjisë trajtim po marrin mbi 80 foshnje, prej të cilave 9 janë në reaspirator.